Përshëndetje, do doja të flisja pak për blerësit, për ata që kërkojnë blejnë apartamente. Kam vënë re që shumica prej tyre duan apartament me çmim të lirë. Kjo është më se normale, por kur I pyet për çfarë buxheti stepen, thonë diçka të mirë të lirë. Duhet kuptoni diçka, mund të jetë diçka e mirë dhe e lirë dhe një apartament I cili ka një çmim 160.000 euro. Edhe ju keni maksimumin buxhetit 100.000 euro. Kështu që kur thua diçka të mirë dhe të lirë, ke lënë shumë hapësirë për diskutim. Duhet mundoheni që të thoni paktën me agentën imobiliare që mos humbni as kohën tuaj as kohën e agentit, të thoni një çmim buxheti. Kjo është e para që doja të thoja. Pastaj, në rast që ju kërkoni apartamente 2+1, 1+1, duhet thoni minimumin e mundshëm, që të paktën deri diku dhe ai ta ketë idenë se për çfarë të duhet. Sepse shikoj dhe këtë pjesë e keq kuptojnë shumë, thonë 2+1 se s'bën domethënë dhe në fund fare përfundojnë duke bler 1+1 dhe arsyetohen me idenë që e gjeta me çmim të mirë. Kur ti flet me një agent, duhet t'i thuash çdo detaj që ti kërkon, sepse në bazë detajeve tuaja, agenti të bën disa sugjerime pronash ose në të ardhmen mund të të sugjerojë një pronë. Por në rast se ti thua kategorikisht unë nuk dua 1+1, ai nuk të sugjeron 1+1 edhe sikur të jetë shumë e mirë, ketë një super çmim, të jetë një super zonë. Sepse ti ke thënë që nuk dua 1+1. Kështu që ideja e çdo gjëje është jeni sa më transparent me agentët imobiliar.